Mi që dashur, le të shohim edhe ca momente të tjera nga protesta ditë e djeshme, moment kur sigurisht policia vendosi që të dhunonte nëna me fëmijë dhe patjetër si efekt ansor të terrorizonte fëmijë. Ma e pak njëshin të lutëm. Për ata që sapo na bashkuar, nuk janë nga Palestina, këto pamje janë nga Tirana, nga kuvëndi i Republikës së Shqipërisë. Ai shefi i rajonit një që bën kërdin me arrestime, mos vallaj Birbo do një vend pune më të mirë. Birbo. Që do një vend pune më të mirë ai e do. Po dhe që e meriton. Ja, për shembull ta shohim pak ndërkohë miq të dashur shefin e njishit, lutem gjashtën në regjia më ndihmo. Po sa afri fluturoi domate. Te pjesa më e bukur hoqet, dakord, nuk ka faj. Megjithatë, ka një lajm tjetër që mua më ka pëlqyer shumë nga dita e djeshme. Është lajmi im i preferuar. Ish punëtore e magazinës së News 24. Po? Një magazinjere e rëndomt. E thjesht. Po, qëlloj, rastësisht qëlloj që të quaj Belinda Balluku. Çfarë? Belinda ka qenë magazinjere e News 24. E News 24? E News 24. I kam parë shumë... Atje pra u njoft me Kolin, ky prezantonte Kafazin e artën. Çfarë? Atë emisionin ordinar, kështu, që bështyeshin njerëzit? Po. Ky e prezantonte, ky ishte magazinjerja. Edhe çeli si gonxhe dashuria. Wow, do të thënë si vjen që unë kam parë zonjës Balluku, kam parë pozicione drejtuese shumë. Se ti e fillon ka anta. Po, dhe autoriteti i aviacion, kontroll kështu, jo. Më përpara, fiks para kësaj. Më bë njëherë? Po. Pra nga magazinjere në një CEO të... Ishte magazinjere. Jo, para asaj ishte në Greqin. Nuk e dim që bëndet tamo. Nuk ka rëndësi. Po, s'ka rëndësi. Por, flas, kur erdhi këtu ishte magazinjere e News 24-s. Bukur. Dhe ajo është prova e gjallë që me punë mund të arrish në nivele astronomike. Mirë do ishte të kishte ndodhur në privat kjo, por jo i ka ndodhur në shtet dhe Belinda Balluku, magazinjerja famkeqe tani më e News 24 se ka arritur ditës që vetëm tapeti ku ajo shkel dhe vë këmbët e saj, edhe mund t'ulesh, kushton 80.000 euro. Çfarë? 80, sa një shtëpi e shqiptarit të zakonshëm, asaj i bën vetëm tapeti, njerëz, tapeti. Edhe imagjino ti shkosh Belindës me këpucë me balt në zyrë. Të vjen ty keq për atë që po i bën lekëve të taksave të tua. Po sa mund të jetë larja e tapeti për shembull në këto raste? Po 10.000 euro në muaj patjetër. 10.000 është makina. Tapeti e vërtet është. Po është tapet, nuk është moket, nuk është nuk ka lidhje me Aladinin. Adriana Kalaja, ndoshta po ta fërkosh atë tapetin fort, edhe mund të fluturoj. Nuk e di çfarë kur është, nuk e them dot.